Është kënaqësi, faleminderit ju. Profesor Mema, doja që t'ju pyesja fillimisht për faktin që presidenti Trump zgjati për një vit gjendjen e emergjencës kombëtare lidhur me Ballkanin Perëndimor. E filluar nga George W. Bushi, thuajse të gjithë presidentët e kanë zgjatur atë. Është kjo në optikën tuaj që pavarësisht problematikave të jashtëzakonshme që ata po ndjekin në lindjen e mesme dhe në Rusi-Ukrainë, edhe Ballkani Perëndimor ka vëmendjen e mjaftueshme, nëse mund të shprehem kështu? Jo, patjetër që po. Është vërtet që Ballkani Perëndimor vazhdon të jetë i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara, për sigurinë e Shtetit Bashkuara. Duhet nënvizuar këtu që kjo deklaratë, ky përzjatim në një farë mënyrë kësaj deklarate është më shumë në funksion të interesave të Shtetit Bashkuara, pra duke reflektuar çfarë nevoja, çfarë interesesh ka politika jashtme amerikane. Dhe e konsideron Ballkanin Perëndimor sigurisht të rëndësishëm, duke konsideruar këtu sigurisht edhe rolin që Rusia dhe Kina po mundohen të luajnë për të destabilizuar rajonin, që pastaj sigurisht destabilizon gjithashtu dhe sigurinë në Evropë. Pra, duke marrë gjitha këto bashkë, nënvizon rëndësinë e angazhimit ose të rajonit për Shtetet e Bashkuara. Ajo që duhet theksuar gjithsesi është që në vitet e fundit sigurisht kemi parë që Shtetet e Bashkuara kanë ndryshuar pak taktikën në lidhje me marrëdhënien me Ballkanin, sepse është munduar të vë barrën temi e përgjegjësisë mbi vendet në rajon dhe më pak mbi Shtetet e Bashkuara, që reflektohet edhe në këtë që sapo diskutua, tërheqjen ndoshta edhe shkurtimin e numrave të ushtarakëve amerikanë dhe NATO-s në rajon. Profesor, doja të ndaja me ju edhe një, sepse është bërë kohë që nuk kemi qenë së bashku në këtë emision, dhe vetëm pak ditë më herët, kongresmeni Keith Self propozoi një amendament të ri në kuadër të projektligjit të homologut të tij Brian Mast, që kërkon që antarësimi i Kosovës në NATO të jetë prioritet politik i shtetit amerikan. Ndërkohë që sekretari i shtetit Marco Rubio, i pyetur pikërisht për këtë çështje, deklaroi: "Çështja e antarësimit të Kosovës së NATO nuk po diskutohet aktivisht nga antarët e NATO-s, por kjo nuk do të thotë se antarësimi përjashtohet në të ardhmen." Si e lexuat ju këto lloj lëvizjes brenda eshelonit më të lartë politik bërës amerikan? Jo, është vërtet se pare që Kosova ka rëndësi, për janë disa kongresmenë për cilët Kosova dhe faktorë shqiptarë në rajon është rëndësishëm, përfshirë ato që ju sapo përmendët. Mendoj që reagimi i zotit Rubio është shumë i rëndësishëm, sepse mos harrojmë një deklaratë e sekretarit të Shtetit Amerikan, i cili thotë de facto që do të jetë pjesë e NATO-s, por është vetëm çështje e kohës ose kur do të bëhet diçka e tillë, kjo është e rëndësishme. Mos harrojmë që arsyeja pse dhe Rusia pushtoi Ukrainën është sepse u shpreh sekretari i Shtetit Amerikan në një mënyrë më parë në lidhje me pjesëmarrjen e antarësimit e Ukrainës në NATO. Pra, për ne është sinjal pozitiv, është diçka e mirë edhe për të ardhmen e Kosovës. Nuk është më se unë pak në komunikimin e mia, diskutimin e mia, nuk është diçka aktive në politikën e jashtme amerikane, nuk është duke u nxitur në këtë drejtim, pjesërisht për shkak të zhvillimeve në Ukrainë edhe të Iranit. Pra, politika e jashtme amerikane tashmë është përqendruar në sa rajone të tjera dhe ndonse tash është Ballkani vazhdon të jetë rëndësishëm për ta, nuk është se për këtë moment nuk është fjala e ditës. Po,